Hafiz Abdullah Zëmblaku, 1892-1960. Hafiz Abdullah Zëmblaku ka lindur në Bilisht në vitin 1892, në një familje me tradita patriotike e fetare. Baba i tij, Salihu Lusi Zëmblaku, ka shërbyer mbi 30 vjet si mësues rushdie në krajina të ndryshme të Shqipërisë si në Durrës, Korçë, Bilisht, Ersek e tjerë. Që në fëmijëri Hafiz Abdullah u edukua me ndjenja adetarie dhe fetare. Ai u dallua për pasion të madh në studimin e librave fetar, prandaj pas marrjes së mësimeve të shkollës fillore e qytetëse prej të Atit, u dërgua për studime në Turqi. Këtu studioi në medresen për Lepat, në medresen Darul Hilafe, si dhe mbaroi studimet e larta teologjike në Universitetin e Stambollit. Në vitin 1921, u kthye në atë dhe nga Ministria e Arsimit u emërua mësues në shkollën Kuç Belorta të rrethit të Korçës. Pas 3 vitesh në këtë detyrë, dha dorëheqjen me qëllim që të jetë i lirë për t'u marrë vetëm me veprimtari fetare dhe botuese. Duke kryer ritet fetare si imam dhe hatib në fshatin e tij, në Zëmblak, njëherë është ju kushtua artimit edhe përkthimit të librave fetar, me anën e të cilve përhapej drita e shenjtë e Zotit, Gjeleshanohu, si brenda në Shqipëri, ashtu edhe jashtë kufive të saj. Kjo ishte arsyeja që disa herë refuzoi propozimet që ishin bërë nga ana e komunitetit musliman të atëhershëm për ta emëruar myfti në Korçë ose në detyra të tjera. Hafiz Abdullah Zëmblaku gëzonte një reputacion dhe popularitet të madh në të gjithë vendin, pasi ai çdo vit 6 muaj qëndronte në Zëmblak si imam hatib dhe 6 muajt e tjerë, duke lënë një zëvendës këtu, shëtiste në të gjitha qytetet dhe fshatrat e Shqipërisë, ku jepte mësime fetare, pa shpërblim në për faltoret dhe këndonte me vlude në për konakët e besimtarve, të cilët e prisnin me nderim e kënaqësi. Hafiz Abdullah Zëmblaku shkroi dhe përktheu mbi 30 libra fetar, të njohur e të mirëpritura nga publiku musliman shqiptar. Disa prej tyre janë Bilbili i ri i Hazreti Kuranit, Sheriati Muhamedia, Hadith Sherif, Mevludi Sherif, Çelësi i Parajsit, Bilbili Faqebardh, Ëndërrëfe Nëse, Hutbea e tjerë. Me dekret të Këshillit të Përhershëm të Komunitetit Musliman Shqiptar, numër 65, datë 15/7/1934, emërohet inspektor për të gjitha shkollat fetare të Shqipërisë. Edhe në këtë detyrë, krahas veprimtarisë fetare dhe nëpërmjet saj, ka ushtruar pa rreshtur një veprimtari të gjallë patriotike adhetare për edukimin e masave. Luftën nacional çlirimtare, Hafiz Abdullah Zëmblaku e përkrau dhe e mbështeti moralisht e materialisht, pasi aty shikonte shpëtimin e Shqipërisë, duke u distancuar prerazi nga bashkëpunëtorët dhe veglat e okupatorit. Por ndërkohë ai ishte kundër diktaturës komuniste, që u vendos pas çlirimit të vendit dhe që shkallë e censuroi dhe e atrofizoi veprimtarinë fetare në veçanti dhe lirinë e ndërgjegjes në përgjithësi. Në këto kushte, Hafiz Abdullah Zëmblaku, si shumë klerikë e besimtar të tjerë të nderuar, shprehu revolte pa pajtueshmëri me këtë regjim. Filloi kështu përndjekja dhe persekutimi i këtij patrioti, këtij dietari, bilbili të fesë islame, që gëzonte aq dashuri në popull. Në vitin 1946, arrestohet dhe dënohet nga gjykata ushtarake e Korçë, me heqje të lirisë për 2 vjet si sabotator i pushtetit. Vendimi numër 294, datë 10/10/1946. U lirua në vitin 1948, por po atë vit arrestohet dhe dënohet përsëri për të njëjtat motive, edhe me 6 muaj të tjera burgim. Edhe pas lirimit nga burgu, Hafiz Abdullah Zëmblaku, me gjithë kufizimet e përndjekjet, vazhdoi të bënte detyrën ndaj Zotit dhe popullit të vet. Ai ndroi jetë në vitin 1960. Ju bë një varrim madhështor, duke e përcjellë me shumë nderim, jo vetëm bashkëfshatarët dhe besimtarët e rretheve të Korçës e të Bilishtit, por shumë klerike besimtar musliman të ardhur nga e gjithë Shqipëria. Hafiz Abdullah Zëmblaku
Nuk punoi për pasuri, po për fe dhe për Shqipëri. La 3 djemë dhe 2 vajza. Djemve u la një bibliotek shumë të pasur, me libra fetar, por uragani komunist i vitit 1967, kundër institucioneve dhe krimtarisë fetare, çoi një kontroll bastisje në shtëpinë e Hafiz Zëmblakut. Kështu që këto vepra përfunduan në zjarr. Kjo pasuri e vyer që përfaqësonte një herësh djersën, mundin, jetën e tërë dietarit Hafiz Zëmblaku u shkatërrua. Sot medreseja e Korçës mban emrin e këtij dietari, Medreseja Hafiz Abdullah Zëmblaku, Korçë.